Ama, në politikë, nëse nuk jeri i gjendje me bo marrëveshje, është si me lujt futbol e mës me pasu topin. Nuk lumë futbol kurse pason topin. Dush me kon i gatshëm me bo një marrëveshje politike. Nëse nuk jeni në gjendje, aman, dilni thuni këti miletis, po doj me bo, shoni udhë, shoni në letë provojnë tjertë, as ata në ashtë asë ne bojnë, shkojmë në zgjedhje edhe marim një verdikt klasi milet për kitazi me juve, se për një be, është bojët e për t'kjo punë. Hajde, që kemi të ti me gjenjë të natën, edhe unë i gjenja, 50, që dash, ma mirë zhenjë. Kështë ka thot ylli, fatkesisht, ish bashkëpartijaku juaj. Ish bashkëpartijaku jonë, menaj që më përqudit nga sepse ylli e din këtë dallim e bo. Edhe unë e njo yllin edhe kam shumë respekt e kam edhe mik. Mirë po ylli po e thot një gjë, po thot ju i keni marrë 42.2% të votës qytetarëve, që i bie i keni marrë dikon afër 48% të votës së shumicës shqiptare. Edhe po thot deputet, shumë janë. Po flas me përqindje. Ma shumë, veç ju i keni pas. Këtë kusht tjetër para juve si ka pas ma shumë. Dëmon, veç ju i keni pas pak ma shumë. As LDK-ja ma e fort si ka pas ma shumë. Ju duhet me deviju vullnetin